Përshëndetje Ola, faleminderit që pranove ftesën për të marrë pjesë në podcastin e Partisë Mundësia. Ke frikë se mos thonë që ja tani u bënë me Partinë Mundësia? As pak, nëse flas për çështje të cilat unë e ndjej se janë kauza publike që ne duhet të flasim, pse jo, një qytetar, një parti politike, një media, kushdo mund të thotë. Madje ne mund të kemi edhe mendime që nuk na përputhen me Partinë Mundësia, por nuk është se ju jeni përjashtues për të thënë këto. Në fakt edhe unë duhet të ftoja disa kundërshtar, sa më kundërshtar të jenë, sa më shumë ta mendojnë ndryshe nga mua, në fakt më mirë do ishte, po ja të shikojmë nëse do pranojnë të vinë. Por shiko, mua më kujtohet para shumë kohe, më kishe thënë që ti kishe bërë një reportazh tek puna ime para shumë vitesh apo gaboj? Po. Se kujtoja e kishe bërë shumë shpejt, sa para 15 vjetësh, gjë e tillë. Ka qenë mbase para 10 vitesh, 12 vitesh, ka qenë kriza për call centerat në ato vite. Në Itali, ishte kriza në Itali dhe që po vinin gjithë, sa kishin filluar edhe po na kopionin shumë të tjerë. Ishte vala e madhe aty në atë kohë. Ku çka ke menduar ti, ke thënë një të çmendur që përshtypja ishte që ishte dikush që ishte i hapur që të flisje, sepse ndonjëherë për të marrë shoqata biznesesh, patjetër që ato mund të justifikohen kanë një gjuhë më diplomatike dhe dalin flasin media. Po të marrësh një sipërmarrës drejt për drejt dhe ai të ankohet, të flasë edhe të mirat edhe të këqijat e atij sistemi që kam pak frikë. Ndërkohë që më ka bërë përshtypje që ti ishe i gatshëm për të folur, edhe the po patjetër, jam i gatshëm për intervistë, për çfarë do të jetë, hajde fole. Shumë mirë. Tani me qira fjala për të thënë të vërtetën, sa e vështirë është të bësh, të thuash të vërtetën tani për ata që nuk njohin, ata shumë pak veta që nuk njohin Ola Zamon. Ola Zamo është një nga gazetaret më të lira, le të themi, në Shqipëri, ti shkruan edhe për portale tjera, apo për portale ndërkombëtare. Bashkëpunoj, bëj investigime edhe për... Sa e vështirë është thuash të vërtetën në Shqipëri? Shumë e vështirë. Sa vite ke ti që... Çmimi më i madh për një njeri liria është, ajo është më e vështira për të arritur. Sa vite ke që je ushtron profesionin e gazetares? Viti 17. 17. Po. Sa kam dalë nga bankat e shkollës, kam punuar gazetare. Shumë mirë. Tani, ne jemi këtu për të folur për një çështje shumë të rëndësishme. Një çështje në fakt për cilën nuk flet askush. Që le të themi është censuruar, se është censur. De facto është censur. Është censur sepse është lajmi para disa ditëve që për çështjen e bankers kanë filluar hetimet e Spakut, ka qenë Spaku, oficerët e BK-s kanë qenë në ambientet e Ministrisë së Financave dhe për të hetuar në lidhje me një gjop prej pothuajse një shumë prej 120 milionë euro që duhet ishte vjel nga shteti shqiptar, para që duhet ishin marrë bankersit e duhet ishin në arkat e shtetit shqiptar. Kjo gjë nuk ka ndodhur, nuk është bërë sepse politika nuk ka lejuar që kjo të ndodhi. Bankers, ti besoj se di më mirë se unë, përflitet prej vitesh për abuzime, skandale, mungesë transparence, mungesë derdhjesh të ardhurash dhe tatimesh në arkat e shtetit, por kjo ka arritur atje ku nuk mban më. Apo jo, sepse ka një gjop që është marrë në çfarë viti? Në vitin 2017. Në 2017. Janë pothuajse 120 milionë euro dhe jemi në 2017-ën, një qytetar i të thjeshtë dhe këshim pritur 12 vjet, sa i bie? Jo. 18 vjet? Jo, 2017-ën jo. 8 vjet. Është një qytetar i të thjesht do këshim pritur 8 vjet për ta vjel gjobën nëse do ishte prer një gjob jo me 320 milionë euro, por le të themi prej 20.000 euro. Qa do i ndodhte? Nëse ai nuk do ta paguante, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave në këtë rast do të kërkonte bllokimin e llogarive bankare dhe më pas do bënte titull ekzekutiv këtë detyrim dhe do shkonte, do t'i gjente çfarë të ardhurash kishte, çfarë malli kishte. Do thotë do i merrni paratë nga llogaria bankare. Ai nuk do e kishte më atë biznes nëse nuk do të kishte paguar paratë. Do i merrnin paratë nga llogaria bankare dhe gjobën. Dhe nëse qytetari do të kishte të drejtë
prap ai do duhet të parapaguante gjobën ose ta linte si garanci bankare të bllokuar për llogari të shtetit shqiptar, të fitonte të drejtën dhe më pas shteti do duhet që t'i kthente. Po me bankers për një vlerë për 120 milionë euro, çfarë bën? Askush nuk veproi dhe askush nuk shkoi që të vilte gjobën dhe sot po flasim në një situatë ku ne nuk e dim nëse kemi arritur apo jo që t'ja marrim këto para kompanisë më të madhe në Shqipëri, nuk e dim akoma. Petroleum. Nuk dihet nëse janë arktuar këto para? Ka mundësi të jenë arktuar? Jo, nuk dihet nëse janë arktuar këto para. Dhe nuk e kemi një përgjigje zyrtare nga ana e Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, gjithashtu dhe Degës së Doganave të Fierit nëse është ekzekutuar vendimi i gjykatës kushtetuese që detyron kompaninë Bankers që të paguaj 30 milionë euro detyrim dhe 90 milionë euro gjob për një mosmarrëveshje që ka patur lidhur me mospagimin e akcizës kur ka bërë importin për hollusin e naftës lëndë parë që merr për shpimin e pusave. Tani praktikisht që të kuptojmë, se ka një gjë. Ky është një podcast që njerëzit kuptojnë. Ne kemi shteti shqiptar ka për të marrë 120 milionë euro nga Bankers, dhe Bankers ka para, nuk është një kompani që s'ka para, nuk e nevojë të sekuestrosh asete se ti thjesht i merr paratë nga llogaria bankare, ka një xhiro fal lejes që është dhënë për të shfrytzuar naftën në Shqipëri, kanë shumë para. Gjiro viteve të fundit është rreth 300-350 milionë euro në vit, por në varësi kur ka patur një eksport të mirë, pra shitje të mirë të naftës në tregje ndërkombëtare, madje kur ka qenë çmimi i naftës shumë i lartë, niveli i xhiros vjetore që ka patur pra të ardhurave kompania Bankers Petroleum është edhe 500 milionë euro në vit. Pra nuk është një kompani që nuk ka likuiditet, ose edhe në momentin që ti nuk do që të falimentosh një kompani, mund të kur bëhet fjalë për një shumë të madhe, mund të lidhësh një akt marrëveshje me KST, por që prap detyrimi bashkë me penalitetin të paguhet brenda një niveli të arsyeshëm ligjor, siç shpjegon procedurat datimore, procedurat doganore që janë në kodin doganor. Tani kështu që i bie praktikisht që shteti shqiptar ka 120 milionë euro për të marrë, mund t'i marrë te një subjekt që i ka ato para dhe zgjedh mos t'i marrë. Praktikisht kemi 8 vjet që shteti shqiptar thotë nuk na duan. Nuk mendoj se ka zgjedhur të mos t'i marrë. Po çfarë mendon? Nëse një zyrtar publik nuk respekton, nuk bën detyrën dhe rrezikon të shkojë për shpërdorim detyre sepse nuk ka ekzekutuar një detyrim dhe një penalitet, atëherë këtu ka diçka më shumë. Jo, ka zgjedhur në kuptimin, unë them që ka zgjedhur. Unë këtu mendoj që ka korrupsion, ka klientelizëm. Jo, po këtë po them, absolutisht ka zgjedhur praktikisht midis interesit publik që ato parat ishin në arkën e shtetit dhe të përdoreshin që qeveria thotë s'kemi para për onkologjikun, s'kemi para për të bërë kopshte të reja dhe kështu me radhë, qeveria shqiptare ka zgjedhur, të kuptim them ka zgjedhur, ti lej ato para te Bankers, mos t'u marrë ato para dhe mos i fusi në arkën e shtetit, i përdori për shërbime për qytetërisë, pensionet për shembull, se ne këtë diskutojmë. Se do të pensionet se s'kemi para, është vend i varfër. Po më kemi vend i varfër ne. Po pse ja lëm Bankersit 120 milionë euro? Tani jemi vend i varfër. Tani vjen te pseja. Pse? Se nuk besoj se qeveria Edi Rama, Belinda Balluku, se ka një urdhër të Belinda Balluku, i cila thotë shkon mos u ngatroni lërini se do i marrim mos u merrni lekët apo jo. Ka një një dokument i firmosur nga Belinda Balluku. Tani pse zgjedhin një gjë të tillë? Qartësisht jo për t'i bërë nder Bankersit. E bëjnë sepse kanë një interes me sa duket. Dhe pse? Cili është interesi i tyre? Është mua për shembull, unë që shoh nga jashtë, them si duan t'i marrin këto 120 milionë euro këta. Në fillim kjo më erdhi në mendje kur pash që ke tatimet, doganat, Ministria e Financave, Ministria e energjetikës që thotë që mos ja merrni ato lek, se vinë shkresat nga zyrtarët poshtë që nuk duan të firmosin dhe nuk duan, qartësisht ata e bëjnë se nuk duan të mbajnë përgjegjësi. Dhe vjen shkresat i thonë shefit lart, ej, kemi 120 milionë euro për të marrë, gjykata na ka dhënë të drejtë, duhet i marrim, të vetë i marri thotë. I shkruan ministri Balluku i thotë, jo, thotë mos i merr se ashtu është një muhabet. Pastaj ç'a ndodh? Një ditë bukur. Ndodh që në parlament sjellin një ligj për faljen e gjobave. E thonë, prit sekond. Kemi 120 milionë euro për të marrë dhe kemi një ligj në parlament për faljen e gjobave.
Po ka dhe një gjë tjetër në fakt. Ka fjalë që po bëhet ngati që bankers ta shesin tek disa subjekte të tjera që nuk janë subjekte, nuk po flasim për kompanitë të mëdha të fushës së naftës, po marrin për subjekte në vende arabe ku e dinë se niveli i demokracisë, i transparencës, i llogaridhënies është praktikisht inekzistent, vetëm në ato vende është më i ulët se në Shqipëri në fakt, dhe duket sikur tani po bëhen gati që bankers ta marrin për vete ose ta ndajnë me njerëz që ne nuk dimë kush janë. Pak a shumë të njëjtën gjë që ndodhi me aeroportin e Tiranës. Ndodhi e njëjta gjë identike. Duket sikur bankersin, pavarësisht gjobës që duhet të paguaj, po e përgatisin, si përgatitën aeroportin e Tiranës. Nëse të kujtohet, aeroporti i Tiranës praktikisht ishte një koncesion që nxirrte rreth 15 milionë euro në vit dhe munduhej edhe 4 vjet që të mbaronte koncesioni. Dhe kur mbaron koncesioni shteti shqiptar ose do ta merrte në pronësi ose do bënte një garë për t'ia dhënë një koncesionari tjetër. Dhe çfarë bënte? I than kompanisë kineze, dhe në atë rast kishin të bënin me një kompani kineze, i takon ishte diçka. Po t'japim fitimin që ti do parashikon të marrësh në 4 vitet që mbeten, po t'japim një 60 milionë euro nëse s'ka bojë than. Dhe por ti shitja kastratit. Kastrati që është qartësisht është ortaku, është oligarku që përdoret nga Edi Rama për projektet më të mëdha të Edi Ramës. Dhe ndodhi pikërisht kjo gjë e mori Kastrati dhe çuditërisht. Me njërë pasi mori Kastrati, u shty afati koncesionit me 12 vjet. Dhe sot Kastrati nëpërmjet aeroportit Tiranës nxjerr një fitim maramëndës prej, nëse s'gaboj, vitin e kaluar ka qenë 40 milionë euro në vit. Praktikisht me një vit e gjysmë Kastrati ka nxjerr fitimin që parat që ka harxuar për ta blerë aeroportin, por në fakt është e qartë që këtu nuk kemi të bëjmë, nuk është se askush besojnë që Edi Rama i bën der Kastratin se do shumë, se e ka shok dhe ka mik. Kjo është një mënyrë qartësisht për të marrë parat e buxhetit të shtetit, pronën publike, dhe ato parat i fusin në xhepat e tyre, ti përdorin pastaj sidomos për fushat elektorale, për media, siç e dim, siç e kemi parë. Tani, ajo që unë dua të sqaroj është cilat janë hapat që këta po marrin për të bërë të njëjtën gjë, për të përgatitur bankersin para shitjes. Se unë kam dëgjuar për shembull që ministri i financave ka autorizuar hapjen e negociatave për shitjen e bankers. Nuk e di nëse ti e ke dëgjuar të gjë dhe nëse të rezulton. Është një procedurë kur një kompani është koncesionare dhe ka të drejta koncesioni. Në momentin që bëhet shitja, duhet marrë një autorizim ose konfirmim nga autoritetet kontraktore. Ka dy lloje shitjesh. Një kur shitet kompania GeoJet, që aksionet tregtohen në bursë, siç ndodhi me kompaninë kanadeze që ja shiti kompanisë GeoJet, por dhe aty u mor një letër konfirmimi nga ministri që ishte përfaqësuesi i autoritetit kontraktor i infrastrukturës dhe energjisë. Tashmë duhet një konfirmim nga të dyja ministrit për kontratat koncesionare, edhe nga Ministria e Financave, edhe nga autoriteti kontraktor që ka të lidhur kontratën dhe që është përgjegjëse për këtë. Negociatat kanë filluar dhe është dhënë një miratim paraprak për të nisur negociatat për shitjen e kompanive Bankers Petroleum, por nuk kemi ende një konfirmim zyrtar. Meqense ju bët një paralelizëm me çështjen e aeroportit të Tiranës. Unë nuk jam njëri që dua që të fut në listën e zezë disa kompani dhe në listën e bardhë disa kompani. Dhe dua që të flas për modelin shqiptar, dhe pse ju kishit të drejtë ajo që thatë. Përse duhet të dizenjohet modeli ekonomisë kështu, duke bërë kontrata publike, duke dhënë të drejta koncesionare pagar. Pra, ne kishim një kontratë për aeroportin e Tiranës. Investitorët e kompania ishin gjerman, të cilët sollën eksperiencën për menaxhimin e aeroporteve. Ka patur pafund ankesa por mënyrën për çmimin e lartë të biletave që ofronte aeroporti i Tiranës për shkak të tarifave që vinte kompania koncesionare. Dhe çfarë u bë? Gjermanët largohen, vjen një kompani kineze e cila u regjistrua në një shtet tjetër që të mos duke sikur ishte kineze,
dhe qeveria shqiptare të ishte në rregull edhe me politikën e jashtme dhe me diplomacinë amerikane dhe të Bashkimit Evropian dhe më pas Ishte kompani offshore? Ishte një kompani që ishte e regjistruar në Singapur, në mos gaboj. Ishte offshore. Ishte offshore, që pronarët nuk dihen. Jo, pronarët nuk dihen. Nuk dieshin kush ishin pronarët e aeroportit të Rinasit. Para se të venin te Kastrati. Jo. Ka qenë China Power, një kompani limited, e cila ishte e regjistruar. Po dhe për bankers diun që nuk dihet kush janë pronarët e vërtet. Janë kinez, po s'dihet kush janë. As për bankers nuk dihet, edhe pse ka një detyrim që deri në 25% të aksionerëve duhet që të regjistrohet pronari përfitues. Po ti paguan një gjop të thjeshtë edhe nuk e plotson. Po ta hapësh regjistrin, është regjistruar CEO si pronari përfitues. Kështu që praktikisht nuk janë regjistruar. Sa herë që është ndryshuar CEO, pra drejtori i përgjithshëm që ta kuptojnë qytetarët, i bankersit kanë ndryshuar dhe pronari. Pra, që nuk dihet kush është pronari i bankers. Këtu praktikisht ne jemi para një mashtrimi që një koncesionar po i bën shtetit shqiptar. Dhe kjo çështje është kapur edhe nga prokuroria. Çështja është që deri a mund të hetohet se pse i kemi bërë ligjin vetëm sepse na tha Bashkimi Evropian dhe na tha Manival, njësia e Këshillit të Evropës që sheh mënyrën e riskut sa i takon pasrimit parave, korrupsionit, vetëm që dalim mirë në raporte, po sa zbatohet ky ligj, dhe ai ligj ka patjetër penalitete, por janë qesharake penalitetet. Por po ashtu Qendra Kombëtare e Biznesit duhet të pezulloj statusin dhe të bëjë një kompani pasive në momentin që ti nuk zbaton detyrimin. Çfarë ka ndodhur me Air Albanian? Që nuk publikon bilancet, nuk përmbush të dhënat në regjistrin e pronarëve përfitues. Asgjë nuk do të më ato. Pra, vetë institucionet publike është një tjetër histori, por që të mos ta zgjatim shumë. Çfarë duhet bërë në rastin e aeroportit të Tiranës? Mund ta fitonte edhe Kastrati, mund ta fitonte edhe Ola, mund ta fitonte edhe Agroni, mund ta fitonte. Duhet ishte bërë garë nëse ti zgjat kontratën. Pse? Sepse ti ke dalë jashtë kushteve thelbësore. Ti po zgjat kontratën. Tani është ka një gjë ola. Ku e di? Ka një problem. Njerëzit nuk e kuptojnë. Për koncesionarin e aeroportit të Tiranës, tatim fitimi për shtetin shqiptar është 30%. Nëse ai të sjell një model financiar ku fitimin e ka 40 milion euro në vit, fitimin mesatar, se nuk e ka patur ai që vitin e parë, po diku te 30 milion euro dhe çdo vit është rritur fitimi. Pse nuk negocion një marrëveshje më të mirë që ti marrësh 50% tatim fitim? Po të bësh garë, po. Kjo është, vetëm këto kushte. Ata që na dëgjojnë dhe mua më ndodh shpesh. Ai që vjen në një ofertë, pse e paragjykon që mund të ofronte 50% tatim fitim për buxhetin e shtetit sepse ishte interesuar. Pikërisht. Dhe kjo i hyn drejt për drejt xhepave të qytetarëve, sepse me ato para që do derdheshin në buxhetin e shtetit, mbase nuk do të kishin probleme me shëndetësinë, me pensionet e ulta. Pra, pyetja që këtu shtrohet është jemi të varfër apo jemi të vjedhur? Tani, pikërisht ky është thelbi. Shpesh edhe mua më ndodh, thon disa, në përgjithësi nuk janë dashamirës. Na çmendem me këto denoncimet për korrupsionin, vjedhjet, sepse njerëzit ndonjëherë e kanë të vështirë të lidhin korrupsionin, mungesën e garës me përfitimin që ata kanë. Ku si dëmtohet një qytetar i thjesht nga mungesa e garës për shembull për aeroportin e Tiranës. Si dëmtohet? Pse dëmtohet? Pse duhet të interesojë atij fakti që aeroporti i Tiranës për aeroportin e Tiranës e Tirana ka thënë do ta marrë Kastrati. Pa garë, pa asgjë. Sepse me ato para mbase buxheti i shtetit mund të kishte investuar në disa me cilat para? Po nëse janë 10 milionë euro në vit, mund të ndërtoheshin 2 çerdhe dhe 2 kopshte te lagja e Stirit. Po kishte patur një garë. Ato familje, nuk po flasim për të smurët, nuk po flasim për pensionistët, për familjet mesatare shqiptare. Ato familje nuk do të gjenerojshin më shumë para, këtë do të kuptoj. Të paguanin 200 deri në 400 euro në muaj që ta çonin fëmijën në një kopësht privat, sepse ata nuk kanë mundësi që ta çonin në kopësht publik. Një isëmur mbase mund të kishte mundësi për të marrë një shërbim më të mirë, por edhe nëse shteti shqiptar nuk i ofron
këtë shëndetësi kaq të mirë në pajisje, se do pak kohë sa të bëhet. Strategjia marrim të mirë që është vullneti për të bërë, se nuk mund të flasim sot pas 13 ditësh qeverisjes, kanë patur mundësi që të bëjnë strategjinë edhe investimet në disa pavion të rëndësishëm ku shërbimi shëndetësor është skandaloz. Po minimalisht, gjithë ato që shohim GoFundMe, shqiptarët janë vendi që vetëm bëjnë thirrje GoFundMe, pra bëj bamirësi që të kurohen, pra për shëndetin, për jetën e tyre. Minimalisht ato para t'i jepnim për këta të smur. Kështu preket. Edhe ai që jep një donacion për GoFundMe nuk do t'i jepte nëse shteti shqiptar do të merrte më shumë të atim fitimi. Pensionisti mund ta kishte pensionin me një rritje nëse do kishte mirë menaxhim të kontratave publike, me një rritje minimalisht 5% në vit. Po çfarë do të thotë 5% në vit nga viti 2013 deri më sot? Do të thotë shumë. Apo edhe vite më përpara, po di që më përpara ka patur një rritje të pensioneve 5 deri në 6% në vit. Tani, për të kthyer një sekond tek çështja bankers. Cilat janë faktet apo provat që tregojnë që ka patur një refuzim nga ana e administratës dhe qeverisë e ministrave në vjeljen e gjobës. Unë di që ka patur edhe dokumenta, kanë dalë dokumenta që komunikime, midis letra zyrtare ku kanë diskutuar, ku ka patur kërkesa. Historia e bankersit është e tillë. Për ata që nuk e dinë se kush është Bankers, Bankers është një nga kompanitë koncesionare që ka nën tokën më të madhe me naftë, me koncesion, me të drejta shfrytëzimi për 25 vjet. Që prej vitit 2005 dhe deri tani është koncesionari që nxjerr naftë nga fusha e Patos Marincës, e cila është e dyta për nga madhësia e rezervave naftëmbajtëse në gjithë Europën kontinentale. Pra, Shqipëria në fushën e Patos Marincës mund të konsiderohet një vend i pasur me pasuri të mëdha natyrore. Tani, si kanë ardhur këto pasuri natyrore që janë të shqiptarëve te xhepi shqiptarëve? Kompania Bankers sa ka dhënë? Është ndryshuar marrëveshja në vitin 2008-2009 që pranoi Bankers të paguante rent minerare. Por kompania Bankers Petroleum nuk ka derdhur asnjëherë të atim fitim. Gjithmonë ka rezultuar me humbje. Asnjëherë nuk ka derdhur. Praktikisht shteti shqiptar ka dhënë rezervën më të madhe, siç po thua ti, të naftës në Europën kontinentale dhe nuk ka marrë zero. Prandaj u bë taksa 50%. Kjo është pasuria jon. Jo vetëm kaq. Ti investo, dhe ti ka bërë devizion fiskal. Merr një 10%, 20%, 50% është e shqiptarëve, do t'ia japë. Jo vetëm nuk kanë dhënë asnjë gjë, për shfrytëzimin. Po s'ka paguar as taksat. Por Bankers ka qenë një nga kompanitë e cila ka bërë ndërmarrjet kryesore apo biznesmenët kryesor 4-5 më të mëdhenj në Shqipëri. I ka bërë Bankers. I ka bërë Bankers, që kanë qenë nën kontraktor të Bankersit ose që i ka pavarëzuar Bankersi. Kush janë? Në kontraktorët e Bankersit dihet, kompani që ka bashkëpunuar me Bankers ka qenë Kastrati, ka qenë Bolvoil, ka qenë kompania Alpstar, ka patur edhe disa kompani lokale në Fier. Po, ja ku të thash 2-3 kompanit më të mëdha, se duhet të shoh gjithë listën. Ata kanë marrë praktikisht një sekond tani se ti shpjegojmë si janë pasuruar. Kanë tregtuar naftën. Jo, këta nën kontraktorët, si janë pasuruar këta nën kontraktorët në dëm të buxhetit shtetit? Do të arrit ajo çështje, të shpjegoj një herë gjobën, edhe pastaj do të arrim te çështja e një tjetër detyrimi të Bankers që lind nga viti 2011-2014, po edhe në vitet e tjera. Stili është si janë pasuruar këta, se tani nëse janë pasuruar në mënyrë të ndeshme, sepse kanë ditur të japin një shërbim Bankers, nuk janë pasuruar në mënyrë të ndershme. Sepse kemi raporte nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, kemi raporte nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, raporte auditi, të cilët thonë që
ty kontrata koncesionare të detyron që të hapësh prokurim publik, tender, gar, që të nën kontraktosh shërbimet. Ata çfarë bënin? Dhe nuk ka se si ti e lidh me negocim të drejtë për drejtë sepse ta alon kontrata koncesionare dhe prandaj është bërë ti kontrata koncesionare që ti mua pse e bënin në mënyrë të drejtë për drejtë? Shpenzimet. E Se bëni shpenzimet. që frynte shpenzimet, pra shpenzimet gjithmonë të bankersit ishin më të larta se sa të ardhurat, rezultonte me humbje, nuk derte ta atin fitim. Tani po të marrësh dhe të shohësh bilancet e këtyre kompanive shqiptare, edhe disa ishin kanadeze kur pronarët ishin kanadez, disa ishin kroate, po të shohësh bilancet e këtyre kompanive, këto janë me superfitime, mirë por këto e kishin taksën para 2014-ës 10% të atin fitimin, sot e kam 15%. Pra, këtu fitohej me 35% nga fitimi që duhet t'i derdhej. Shtetet shqiptare fitonin këto kompani që ishin në kontraktore të bankersit. Ta janë pasuruar, do ta shpjegojmë, kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Tani ti po thua që bankers kishte një kontratë me shtetin shqiptar, ku i thoshte do fitosh nga fitimet e tua, ti do nxjerrësh ke një xhiro për 100, ke kosto 40, ke një fitim për 60, gjysma do japësh shtetit. 30 i ke fitim dhe 30 do japësh shtetit, se do ndash fitimet me shtetin, dakor? Atëherë, çfarë bënte bankers për mos paguar të 30-ën? Thoshte, xhiro 100, kostot janë 40 realisht, por ne do i frym, i bëjmë 100. 101. 101, pra. Gjithmonë më të larta. Po, 101. Dhe automatikisht dilte me të vetat. Por si i shtonte këto kostot, si mos i jepte asgjë shtetit shqiptar, këtë kostot nga 40 bëheshin 100, sepse përdoreshin kompanitë që të përmende, në mënyrë që të fryeshin kostot dhe pastaj bankers, administratorët apo ata që vendosnin në emër të bankers ndanin parat me këto 4 kompanitë që ti përmende, që praktikisht këta janë pasuruar sepse kanë bërë një mashtrim, një skemë mashtrimi në dëm jo të bankers, por në dëm të shtetit shqiptar, i cili mbetej pa pjesën e vetë fitimit. Dhe kjo është e vërtetuar edhe me vendim të gjykatës arbitrazhe, pra ku shteti shqiptar ka fituar të drejtat për shpenzimet që nuk janë njohur si të zbritshme të bankersit gjatë ditëve 2011-2014. Po të shohësh raportet auditit të AKBN-s, atje ka gjëra për të qeshur, sepse jepnin bonus për CEO-t dhe bonusi konsiderohej shpenzim. Po. E kuptoj. Ajo praktikisht... Po, CEO, si e merrte bonusin nëse nxirrte kompani pa... Me naftën e shqiptarëve. Po të shohësh pagat që ka kompania bankers, po reklamat që japin nëpër media, si mund t'i quajnë shpenzim të zbritshëm? Ka nevojë bankers për reklam në Shqipëri? Çfarë reklamoj, sa nuk shet naftën në Shqipëri? Po prandaj ju thatë në fillim që media nuk flet për çështjen bankers, sepse bankers çon reklama të majmë për... Nëse shohim edhe timin që ka bërë prokuroria e Fierit, që dalin disa përgjime të CEO-s që flet me një punonjës në telefon, është shumë i shqetësuar për një media, për median Top Channel, nëse do të bënte çështje, do trajtonte çështjen e gjobës 120 milionë euro apo jo. Është kjo gjoba që ne po flasim sot, bashkë me detyrimin, pra penalitet plus detyrim, që autoritetet nuk e kanë vjel, dhe mediat pagueshin që të mos shqetësonin autoritetet. Jo vetëm kaq, po ata që ti përmende si le të themi përfituesit kryesorë ose ortakët në këtë skemë mashtrimi që ka përdorur bankers, që janë këta sipërmarrësit e mëdhenj nga Kastrati dhe me radhë, që realisht janë bërë të mëdhenj fal mashtrimeve me bankers, janë njerëzit që kanë shumë pushtet politik, por kanë edhe një pushtet shumë të madh mediatik, siç e dim, dhe që sigurisht kanë bërë punën e tyre në mënyrë që për këto gjëra qytetarët shqiptar mos marrin vesh asgjë. Tani themi një sekond çfarë po ndodh. Po, vetëm më fal, duhet të se për mua është shumë e rëndësishme të flasim për atë që po ndodh, se kjo është skandal, kjo që ka ndodhur, po është akoma më e madhe kjo që po ndodh tani, se po ndodh tani në parlament. Në parlament, qeveria shqiptare ka sjell një projekt ligj ku thot do falim gjobat. Do falim edhe detyrimin dhe gjobat. Kjo është, dhe pse po bëhet pikërisht sepse ka ardhur momenti, një që s'kan më nga t'ja mbajnë e duhet të vjelin gjobën bankers, po flasim për 120 milionë euro. Plus 50 milionë euro që kanë të bëjnë me atë që me gjobën që kanë marrë nga AKB-ja
për fshehjen e Jo, ai është detyrim tatimor i tatim fitimit për shkak të këtyre shpenzimeve të fryra. Një detyrim tjetër. Shpenzime që s'kan ndodhur. Ka ardhur momenti që këta do t'i vjenin, nuk kanë nga të fshihen, aq më tepër që kanë edhe spakun nga pas që i thonë, "Ej, parat." Me që thonë që spaku nuk sjell parat. Tani, kjo po ndodh tani. Tani ajo që po ndodh tani është kjo. Ne kemi në parlament një ligj që thotë do i falim bankersit 170 milionë euro. 170 milionë euro. Tani, si mund të ndodhi aq më tepër pastaj që jemi në moment që këta po e bëjnë gati bankers, do thosha për ta shitur, por në fakt ta nuk po e shesin. Po bëjnë lojën, po bëjnë sigur po e shesin, po kalojnë nga një xhep në një xhep tjetër, se kjo po ndodh. Kjo është ajo që po ndodh sot në parlament, edhe kjo është ajo që po ndodh edhe gjë më e rëndësishme, po censurohet gjithandej. Është çmenduri që askush nuk flet troç, edhe nuk thot që ligji për faljen e gjobave ka një emër, është ligji për bankers, sepse besoj po të marrësh bashkë të gjitha gjobat e tjera që kanë marrë gjitha bizneset, gjithë qytetarët shqiptar, nuk besoj se kalon 170 milionë euro. Është e qartë, edhe nëse shtojmë pastaj që unë lexova jo vetëm ti dhe të tjerë, por që edhe ti kishe bërë kërkesë për listën e përfituesve, kush janë përfituesit e faljes gjobave, dhe ata u fshen pas dëgjoj një deklaratë nga ministri që thoshte që jo vetëm sekretar, këto janë shumë, janë 200.000, por në fakt aty ka një që është bankes, pastaj kanë 200.000 që kanë vlera shumë të vogla, por prap kjo nuk ka rëndësi. Ideja është që për t'ia falur nuk janë shumë, për ta publikuar janë shumë. Dhe kjo është një kontradiktë e ministrit, por ai nuk mund ta refuzojë këtë sepse për këtë të vjen keq vërtet se si po bëjmë regres edhe sa i takon standardeve të transparencës dhe llogaridhënies që duhet të ketë një institucion para kuvendit që është niveli më i lartë. Nëse ti shkon dhe kërkon votën e deputetit të votoj për të falur detyrime dhe gjoba, deputeti duhet të di se çfarë efekti ka vota pro ose kundër dhe nuk mundet dot që t'ia fshesh këtë listë kuvendit të Shqipërisë. Ndërkohë që ka qenë një nisën e ngjashme në vitin 2017 dhe lista ka shkuar në kuvend. Patjetër ka patur debate, patjetër që nisma nuk ka patur asnjë lloj efekti, madje ka patur favorizim. Por shi emrat se kush ka përfituar aty. Kompanitë më të mëdha të naftës ka qenë dhe atëre, Bankers Petroleum ka qenë dhe atëre, Deveron Oil, Armo, ka qenë disa kompani bastesh, pra kompanitë më të mëdha. Ishin tek lista e 50 firmave që kanë përfituar faljen më të madhe të gjobës. Pra këto 50 kompani kishin gati gjysmën e gjithë detyrimit dhe gjobës kundrejt të tjerë. Ajo që bën përshtypje në fakt është, sidomos kur jemi para aprovimit të buxhetit për vitin e ardhshëm, ti dëgjon përfaqësues edhe të majorancës që ti dëgjosh pa ditur se kush janë, thua, wow, sa vuajnë këta njerëz për hallet e qytetarëve, të flasim për ilaçe, të flasim për subvencione, të flasim për arsimin, të flasim për, thot, ti e po dëgjoja në fakt, kanalet që nuk janë pastruar dhe ka përmbytje. Tani, për të bërë gjithë ato gjëra duhen lek, duhen para. Tani, e njëjta majorancë, duke filluar nga kryeministri që thot, po mburej kryeministri, po thoshte pas skandalit të mungesës ilaçeve në onkologjik, që thënë si vjet, do vendosim 15 milionë euro ekstra për onkologjikun, 15. Ta nuk e di si ka llogaritur këto 15. Pse mos vendosim 30? Pse mos vendosim 50? Po thotë Rama, jo, po nuk kemi aq para, s'kemi para një vend i varfër. Në fakt, kjo është e vërtetë që Shqipëria është një vend i varfër. Por si mund të thuash që s'kemi para kur ti ke 170 milionë euro? I ke aty. Thjesht do të zgjasësh dorën, ti marrësh dhe ti sjellësh narkën e shtetit dhe të 170 mund t'i përdorësh për onkologjikun. Është momenti. Praktikisht në të njëjtin ligj që po bëjnë ke edhe faljen dhe le të themi një buxhet të kufizuar për nevoja të rëndësishme jetike për qytetarët, thonë unë po i fal, po mos i fal atëherë nëse s'ke para. Mos i fal, pse ti falësh? Pse ti falim ne nuk themi dot as kinezëve se s'dim as kush janë pronarët e vërtetë, se ata mund të jenë vetë, unë besoj që janë vetë ata. Ose janë vetë, ose një pjesë atyre parave do i marrin në dorë. Janë shumë para. 120 milionë janë një vlerë maramëndse. Do thosha aty tek kuvendi ynë me shumë më pak
I blem blem pjesën më të madhe, nuk të duan kaq shumë besoj. Kështu që kjo është ajo që po ndodh, por që njerëzit nuk e dinë. Është shumë e vështirë, nuk e dinë edhe sepse të mbysin mediat. Të mbysin mediat pikërisht që marrin parat për të treguar një version tjetër. Versionin që po ja të shikojmë gjykata. Qeveria përpiqet, por çfarë bëjmë tani se jo na edhe po jep maksimumin. Na çojnë në arbitrazh. Më kupton? Kjo është çmenduria. Si ta shpjegosh? Imagjino për bankës asnjë. Nuk ka një debat të ftojnë një analist ty të ka ftuar. Unë kam qenë te Ylli Rakipi për bankersin. Kam qenë këtë sezon. Ke qenë këtë sezon? Ja, pas kemi Yllin që paktën ka bërë një emision, por nuk e ka bërë kur po faleshim. Dhe me qira fjala, nëse Ylli po ta bëj një emision tjetër, hajde të vemi. Tani para se të provohet ligji. Hajde të vemi. U se ftojmë dhe Yllin këtu, në fakt. Do ta ftojmë Yllin, po tani presim, jo me njerë me Yllin, se do thonë. Tani, çështja është, ky është një problem shumë i madh. Problemi i vjedhjes së buxhetit të shtetit dhe me ato para, ca para i fusin në xhep, ca para i përdorin për mediat që të mohojnë atë vjedhjen, mos të flasin fare për vjedhjen, dhe sa para i përdorin për të fituar zgjedhje, kuptohet. Ky është ngërçi i madh dhe besoj edhe ty të ndodh që shpesh është e vështirë, mua të paktën kështu më ndodh, është e vështirë të përcjellësh mesazhin. Edhe se të mbys kanë njerëz zakonisht shumë para. Unë do të një debat e zbulova më vonë, në fakt me një analist ju përplasen, në fakt me analistët e PS-s përplasen shpesh, edhe sepse këta nuk dalin më vetë tani nxjerrin analistët e tyre. Dhe të nesër mora vesh, ma dërgoi dikush në fakt që më pa që u përplasa, më tha, e di tha që ai është patronazhist, ka dhënë listën e pagave të 2021-shit kur doli lista e pagave, të kujtoj që doli lista e pagave, ishte patronazhist, paguaj nga Partia Socialiste. Tani ky paguhet nga Partia Socialiste, merrte para në 2021, kështu që ka qenë i punësuar në Partinë Socialiste, dhe tani del dhe bën analistin e pavarur, dhe rastësisht këmbron nga ana e kujt është nga ana e qytetarëve apo është nga ana e atyre që akuzohen se kanë vjedhur? Është nga ana e atyre që akuzohen se kanë vjedhur. Kjo është ajo që ndodh, ky është problemi i madh. Tani ti ke një eksperiencë shumë të madhe në investigime. Ke patur raste presioni? Po. Janë shtuar. Janë shtuar, po. Po se ti në 17 dhe mund të thuash edhe janë shtuar. Janë shtuar, po. Te investigimi kam 10 vjet që punoj intensivisht, kështu që e shoh pak më të shtuar. Me rritjen apo me rënien e nivelit të demokracisë, rritet edhe presione ndaj gazetarëve, edhe ndaj mediave. Madje sot isha duke lexuar një lajm që në fakt u ndjeva keq se si për herë të parë sektori publik është kontribuesi kryesor në GDP-n e vendit dhe kjo do tregonte shumë. Pra, nëse më përpara ekonominë e mbante sipërmarrja shumicën e ekonomisë, sot e mban sektori publik. Dhe kjo e tregon shumë mirë se si po bie niveli i demokracisë dhe nuk mendoj se është e individi, por nëse ne i lëm që të varemi nga dikush se është në punë, një sipërmarrës sepse merr punë nga shteti, një nën kontraktori këtij sipërmarrësi se merr punë nga ky kontraktor tjetër dhe e lidh ekonominë dhe varet vetëm nga një burim, pa lënë, pa respektuar standardet e tjera të mirëqeverisjes, pa dhënë llogari në kuvend, pa patur bashkëpunim me drejtsinë, pa patur audite që paguhen brenda institucionit për të kapur shkelsin e ligjit, atëherë ne kemi të bëjmë me një dështim sistemik të gjithë sistemit dhe këtu më vjen keq dhe atë pasqyrë pastaj ta jep ekonomia që nëse ti nuk arrin dot të mirëqeverisësh edhe të bien gjithë hallkat e sistemit, atëherë do kthehemi në një shtet që ekonominë të cilit e mban shteti si përpara viteve 90. Pra, shteti është aktori i rëndësishëm. Shiko,
Nisa të tregoja historinë e Bankers Petroleum dhe doja të thoja që kjo kompani jo vetëm që nuk derdhi asnjëherë taksa, jo vetëm që u pasurua me naftën tonë, unë nuk e di edhe nëse ka korruptuar me paratë e shqiptarëve, politikanët e shqiptarëve që të keqëverisin shqiptarët, por dhe ka ndihmuar që shqiptarët të blenë naftë pa cilësi, që është çështja e holluesit. Deri në vitin 2013 importonte hollus për shpimin e puseve. Është një proces teknologjik i kompanisë Bankers kapse ta di këtë qytetari se ke hallin se nuk dëgjon dot se bëhet shumë teknik pastaj biseda. Por ky hollues që Bankers blinte ishte më i madh në sasi se sa i nevojitej. Dhe këtë e kapi një raport auditi i Alpetrolit në vitin 2013, i cili u bë raport auditi dhe nuk pati asnjë përgjegjës për kompaninë që ishte shitur ky hollues dhe shqiptarëve i është shitur naftë pa taksa dhe pa cilësi. Se është ky holluesi, pra është një naftë me densitet të ulët që i shitet shqiptarëve, prandaj vuanim edhe ai shumë kohë nga cilësia. Çfarë bëri Kuvendi i Shqipërisë, meqense kishin disa nisma edhe ca deputet që donin që t'rregullojë sektori, se po ju prisha makina. Po kishin ardhur me idealizëm mbrapa dhe pastaj më pas nuk i kemi dëgjuar më të ngrenë zërin. Kërkuan që nafta që Bankers importonte të përfshihej tek akciza dhe te TVSH-ja. Që holluesi të përfshihej. Po. Hollues quhet sepse naftë është. Që holluesi të përfshihej. Po. Bankers vazhdonte që të mos paguante këtë detyrim dhe kjo është kjo gjoba e famshme që po flasim, 30 milion euro detyrim akcize që nuk është paguar dhe nëse ti gjendesh përpara mos pagimit të gjobës pra dyshime për evazion fiskal, vjet edhe një penalitet 3 herë më i madh. E kuptova. I vendoset gjoba. Bankersi shkon dhe ankimohet në gjykatën e shkallës së parë dhe kërkon sigurim pa dije, me sigurimin e padis bllokoi shtetin shqiptar që të vepronte. Ishte viti 2017, gjykata e shkallës parë i jep të drejtë Bankers e ankimon çështjen në gjykatën e shtetit shqiptar e ankimon çështjen në gjykatën e apelit. Gjykata e apelit heq sigurimin e padis, thotë, nëse shteti takon të marrë gjobën. Kështu është ligji, kështu është kodit doganor. Nëse ti ke të drejtë, do t'i kthejmë pas. Dhe rrezon sigurimin e padis dhe në fund fare e shqyrton çështjen. Çështja shkon në favor të Bankersit edhe te gjykata administrative, por gjatë kësaj periudhe autoritetet nuk vepruan që të vilnin gjobën. Tek doganës Fier. Pas një letre që Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, i dërgon Ministres së Financave, ku i kërkon që të mos mblidhet gjoba, nuk vepron. Këtu kemi një uzurpim kompetencash, se ç'pun ka Ministri i Infrastrukturës, të thot Ministrit të Financave, unë të interpretoj ligjin që je përgjegjës ti, që ke bërë ti, që ke dërguar ti në kuvend. Dhe ajo çështja shkon nëpër masa, domethënë ekstreme, kur edhe në vitin 2022 Shteti shqiptar e fiton në gjykatën kushtetuese të drejtën për të marrë gjobën dhe çështjen e mosmarrveshjes që kishte nëse i takon akciza për holluesin Bankersit ose jo, dhe nga viti 2022 duhet të vinte shtatori viti 2025, duhet të shkonte çështja në SPAK nga prokuroria e Fierit që hetoi Bankersin, shkoi për mos kompetencë më pas në prokurorinë e posaçme, duhet të shkonte SPAK në Ministrinë e Financave të merrte disa dokumenta që Ministri i Financave tudhëzonte doganën e Fierit që vazhdo me procesin për vjeljen e detyrimeve. Por ne nuk e dim ende nëse janë vjedhur këto detyrime apo jo, dhe sot ne jemi përpara një nisme ligjore që është ligji për faljen dhe fshirjen e detyrimeve tatimore dhe doganore, ku sipas këtij ligji, kështu siç është, ligji thot një nen që ky ligj nuk vepron, pra ndalohet fshirja dhe falja nëse kompania, nëse shteti shqiptar ka fituar në gjykatë administrative të apelit. Po jo gjykatë kushtetuese. Unë kam një pyetje, po kur ka fituar në gjykatë kushtetuese, atëherë ti gjobën e fshin dhe me vitin 2017 gjysmën e detyrimit. Pra Bankers nga 120 duhet paguaj vetëm 15 milion euro sipas projektligjit siç është sot. Prandaj kjo lista është shumë e rëndësishme që duhet ta sjellë Ministria e Financave. Duhet kuptojmë se sa para nga sa para heq dorë shteti shqiptar dhe kush janë përfituesit e kësaj falje. Duhet të përgjigjet për këtë. Absolutisht. Tani kthemi një sekond
se më intereson shumë. Ti thej që është rritur presioni ndaj. Ti e përjeton këtë gjë, se nuk se flet me të dëgjuar. Unë mund ta dëgjoj, mund ta kemi të dëgjuar, se nuk e di presionin që kanë gazetarët. Por ti e përjeton. Ka ndryshuar dhe format, çka ka ndryshuar? Sepse shikoj, ka një gjë ndodh shpesh që dëgjojmë që mos tani korrupsioni, sikur njerëzit janë mësuar me korrupsionin, edhe sikur pothuajse ka humbur vlerë, edhe të flasësh për korrupsionin ka humbur vlerë. Kupton, është një si banalizim, le të themi, një çështje shumë të rëndësishme, sepse kjo është transparenca dhe denuncimi është thelbi i një demokracie. Por këtu tani banalizojnë edhe këtë gjë. Edhe këtë thonë, është në një farë mënyrë, është kjo një tentativë për të zbehur edhe për të deinkurajuar edhe gazetarët që mos të merren më, mos të flasin? Po, për shembull, nëse bëj një retrospektiv kur kam nisur të jem gazetare, në fillim nuk më shikonin tekstin. Pra, teksti nuk shihej për të parë bion editoriale, por për të parë se sa i saktë ishte. Edhe për fact checking. Nga redaktori. Pra. Mos ja fusë kod. Po. Më pas disa vitesh, ka qenë 2014-2015, nisa me dashje të shkelja standardet e detyruar. Pse? Sepse kur kishe një lajm, e kishe edhe me dokument, duhet patjetër që dhe pala që bën që atakohet tek ai lajm apo që ti në thonjza akuzon, edhe denoncuesi, duhet të ketë zërin e vet dhe të jetë e balancuar dhe të ketë një koment. Dhe unë kam punuar gjithmonë në televizion, ndërkohë që pjesa më të madhe të investigimeve i kam bërë edhe në media të shkruara. Flas për çështjen e televizionit, kur mua më duhej përgjigja për koment brenda ditës ose të nesërmen, sepse ishin lajme, po. Dhe kur merrja për koment, zëdhënësin, binte telefoni diku më lart dhe mua më thonin mos e bëj. Atëherë thoja kështu, unë do ta marr në telefon në 3:10 para lajmeve. Që të paktën të dalë një edicion lajmi, edhe pastaj të kenë kohë që deri në 7:30 që të më japin edhe ata qëndrimin e tyre, përgjigjen e tyre dhe ishin të gatshëm që të jepnin përgjigje. Pastaj nuk hapej më telefoni, dhe pastaj kishim linjën editoriale që shumë lajme nuk bëheshin, ose kishte edhe çuditëra të tilla. Ishte për shembull protesta e kontrollorëve që paralizohet aeroporti Rinasit, sa kohë. Televizioni në fjalë jepte reagimin e ministres Belinda Balluku, po nuk jepte lajmin që ata po lajmin e parë atë. Dhe pastaj kontrollorët që kishin bllokuar aeroportin. Domethënë, kjo është të shkelësh edhe standardet e gazetarisë, sepse ty të ka ndodhur ngjarja që lajmi sot është që aeroporti nuk punon. Pastaj jep arsyet pse se kanë dalë kontrollorët në protestë, çfarë pretendojnë ata dhe ti jep përgjigjen e ministres kontrollorëve që pretendojnë. Po nuk është lajmi, çfarë i jep ministra përgjigje, pastaj nisën kasetat e gatshme. Intensivisht, jo vetëm nga ish kryetari i Bashkisë Tiranës, ose kryetari i Bashkisë e ka lënë gjykata kushtetuese kryetar bashkie në detyrë, zoti Velie, jo vetëm nga ai, por nisën nga të gjitha institucionet. Në mas kërkohej të punsohej dikush që dinte të shkruante tekste nga ministrit dhe një kameraman. I bënin vetë? I bënin vetë dhe i dërgonin. Krijuan në redaksit praktikisht. Dhe eliminuan konferencat për shtyp dhe eliminuan mundësinë që gazetarët të bënin pyetje. Më pas, format e presionit janë kur të prekin familjarët, ke këtë në punë këtu, ke atë në punë atje, ka disa gazetarë që rezistojnë, ka disa që nuk rezistojnë. Pastaj ka dhe nga këto që kur nuk pranon të korruptohesh, nisin që të bëjnë fushata denigrimi. Unë kam qenë pjesë e këtyre fushatave për të instaluar atë ndjesinë e frikës edhe të vetë censurës që, okay, ky investigimi u dha, u transmetua, po kur të flas herën tjetër do e kaloj edhe një herë atë që e kalova. Por edhe për dënë edhe një mesazh te gazetarët e tjerë që nëse dhe ju bëni të njëjtën gjë, ja se çfarë ju pret. Dhe prandaj Shqipëria është keq edhe krahasuar me rajonin sa i takon indeksit të lirisë së mediave edhe presioneve që kanë gazetarët. Por edhe mënyrës se si
është deformuar ekonomia në funksion të shtetit dhe pushtetit. Duke shumë pesimiste nga kjo që tregove. Kjo nuk është për pesimizëm, kjo është për realizëm. Realizëm, pesimiste në kuptimin që përshkrove një situatë shumë të rëndë. Kjo është që ne duhet të reagojmë, se po shkon më keq. Mund të shkojë edhe më keq, mund të shkojë edhe më keq. Dhe ne duhet të reagojmë. Duke i dhënë mundësi edhe partive të reja, edhe politikanëve të rinj, duke kërkuar standarde brenda partive, që të ketë liri brenda partive, sado të themi që më lërë jashtë nga politika, unë nuk flas për politikën. Politika është instrumenti kryesor që mund të bëjë ndryshimin. Politika është shprehje e vërtet, pavarësisht se mund të përdoret, po që nëse s'merresh ti me politikën, merret politika me ty, për atë punë, kështu që kjo është fakt. Ne duhet i themi këto, se si shqiptarët po vidhen që t'i blihet votat, i jepet 50 euro, 100 euro që të vidhen më shumë. Duhet i flasim edhe se çfarë po ndodh në ekonomi, edhe se çfarë po ndodh te disa kompani të caktuara, edhe sa po ndodh sa i takon qeverisjes edhe korrupsionit në qeverisje. Dhe duhet ta kuptojmë që ne kemi në dorë të themi jo. Nuk e ka askush. Kuptoj, absolutisht dakord me ty. Në fakt, kjo që po tregoje në lidhje me censurën unë përjetoj për ditë. Sepse shpesh dëgjoj, më thonë Agron, po ti je gjithmonë në televizion, se po është e vërtet që unë jam, se kërkoj të më shfrytëzoj çdo hapësirë. Më ndodh shpesh për shembull që kam dalë disa debate i ftuar dhe qartësisht prezantuesi, analistët nuk ishin dashamirës ndaj meje, kupton? Dhe kur dal pastaj më thonë marrin telefon antar të Partisë Mundësia dhe tjerë më thonë si ta bëri ashtu, si të tha ashtu, e pe që e kishte me dhe unë them shqyr edhe aq se mu mos kishte ftuar fare. Unë jam i vetëdijshëm dhe unë jam shumë mirënjohës, shpesh flas për mediat dhe them dhe i akuzoj duke sikur akuzoj mediat, në fakt nuk janë problemi, nuk janë mediat. Problemi është ndikimi dhe presioni që ka mbi mediat. Sot ti je gazetar. Është edhe ai që censurohet, pjesërisht censurohet. Ka jashtëzakonisht të vështirë të bëj punën që bën. Dhe dakord, ndonjëherë bën kompromise për cilat këto kompromise duhen dënuar dhe duhen thënë, por mos harrojnë që problemi nuk është gazetari. Problemi është ai që ushtron presionin mbi gazetarin. Kjo është ajo që ndodh. Po të përjashtojmë një pjesë. Unë i fut të gjithë në një test në fakt sepse e di pse unë e përjetoj për ditë. Unë e shoh të shumë gazetarë. Ke analistët e paguar, gazetarët e paguar. Nuk mund ta marrim demokracinë për të mirë Jo. Që të na japë diramat, ma jap Agroni si politikan. Po them këtë gjë. Ne duhet të kontribuojmë që të kemi të mira në jetën tonë, po luftuam për to. Por unë nuk mund të gjykoj. Me përjashtim të atyre që janë në shërbim të qeverisë dhe të korrupsionit, qartësisht marrin, nuk e vuajnë ata, nuk e bëjnë, nuk e kanë, ata zgjedhin të shërbejnë. Në fakt, janë analistë, gazetar, shumë të pasur që ti shikon, me thënë shikon çfarë jetë bëjnë. Ka shans që të kesh atë jetë për milioneri me rrogën që mund të marrë një gazetar apo një analist. Ata janë tjetër gjë, ata janë pjesë e sistemit. Pastaj ke një pjesë tjetër, jo të vogël, të medias, që janë viktima të presionit politik dhe kërkojnë, duhet të zgjedhin midis të humbasin komplet punën dhe le të themi mundësim për të ndikuar, duke mos pranuar asnjë kusht, apo do të thonë të bëj sa të mundem, në këtë hapësirën që më jepet të bëj sa të mundem. Se e di pse e them këtë gjë, se i bie që unë nuk duhet të dal me shumë gazetar, me shumë analistë, që nuk duhet të dal fare. Ju duhet të dilni, edhe sa i takon fakti që juve dilni kudo, patjetër. Pse mua më falet që të vete në një televizion? Ju keni patur një status ndryshe, se keni qenë deputet nga disa parti që nuk kanë patur përfaqësues në kuvend. Ai do të them është kjo. Zakonisht media kur partit kanë përfaqësues në kuvend, i fton. Çështja është sa ta le mundsinë të shprehesh brenda atij paneli dhe se si flet. Varet nga ftesa, varet tema për cilën se të fton. Po të fton për temën që duhet folur. Po të fton, hajde flasim për, ku di unë, çështje që nuk janë politike, më kupton, edhe lan duart ai thotë të ftova. Të ftova. E thonë numëron 1, 2, 3, 10 herë, më kupton? Të fton pse është kaq keq opozita. Të fton se hajde të diskutojmë për opozitën, rrofshi ftove. Dhe po dole pak, jo Agron, s'është kjo tema, temën e vendosun, jam unë i zoti shtëpis. Më kupton?
Kjo është, por ajo që do të them është kjo. Unë si do qoftë kërkoj të shfrytëzoj çdo hapësirë. Unë e di që vetëm televizione që janë të financuara totalisht nga Edi Rama, totalisht nga Edi Rama. Por prapë unë duhet të vete. Aty ka gazetar, nuk janë të gjithë të shitur te Edi Rama ata gazetar. Shumë prej tyre s'kan çfarë të bëjnë. Jo, kanë duart të lidhura. Nuk gjykoj ata që marrin një pagë. Atë po them, kështu që unë nuk e gjykoj dot atë. Ai kërkon ata. Është preja e famshme hopsit Premium Vivere dhe Nide Filozofares. Pra fillimisht duhet të ushqesh, pastaj të bësh filozofi ose të kërkosh të drejta politike. Por deri diku ata kolegë të mi, të cilët e kuptojnë se ku ndahet fija e jetesës mbi jetesës me fijen e luksit. Jo, nuk jam kundër luksit, se nuk jam Jo, luksit janë në mënyrë, nuk është normale. Në demokraci çdo njeri edhe në një ekonomi tregu, unë jam e qartë. Jam pak djathtas anoj, që duhet të jemi në një sistem meritokrat. Edhe luksi ka të mirat e veta, çdo njeri ka drejt të ketë pasione, liri të vogla të tij. Shqyr që ka njerëz që duan të fitojnë, por jo në kuris të parimeve dhe të demokracisë dhe duke krijuar viktima, se edhe nga ajo deformim që bën media ti shkakton viktima në onkologjik, shkakton stres te pensionistët, shkakton varfëri. Pra, duhet që ta shikojmë profesionin e tyre si një mision që ka efekte. Edhe qytetarët e tjerë dhe ata që punojnë në administrat, të gjithë duhet ta shohin kështu. Dhe nëse ne e shohim kështu, nuk do flisnim për këto që jemi duke folur tani. E kuptoj, nuk duhet të justifikoj në asnjë mënyrë ata që nuk kanë zgjedhur të bëjnë atë që ke bërë ti, që nuk e pranuar në asnjë mënyrë të censurohesh, nuk e pranuar asnjë kompromis. Ajo që po kërkoj të them është ne duhet jemi të vetëdijshëm që janë të gjithë viktima, ka një njeri që i detyron, ai që ka marrë pushtetin. Ai që ka marrë pushtetin, ai është përgjegjësi kryesor, se unë dëgjoj shpesh edhe që fajin ka opozita. Opozita është plot me faje, ëh. Po them që jashtëzakonisht shumë, edhe se tani thuash ç'është opozita, ç'është majoranca këtu, është bërë shumë e vështirë. Është çmenduri kur ti dëgjon që flitet për çështje si Senati, kur ndërkohë ke një shans të jashtëzakonshëm për opozitën, sepse kanë prallur të pandehur zëvendëskryeministrin Edi Ramës, dhe Edi Ramën e ka kapur frika se mos i vënë Edi Ramës, dhe ti thua tani do ulemi ne në tryezë të bëjmë Senatin, qartësisht thua Britani se çfarë ndodh, ka opozitu apo s'ka opozit, ka njëri që përfaqëson votuesit opozitar, kështu që por sidoqoftë e keqja, problemi është njeriu që ka kapur çdo lloj pushteti në këtë vend. Dhe kuptohet pastaj gradualisht përgjegjësia shkon edhe ata që ose përfitojnë, sepse shkon më mirë të pranojnë presionin se sa ta kundërshtojnë presionin, ose thjesht zgjedhin të bëjnë një kompromis. Unë të falenderoj shumë, Ola, jashtëzakonisht shumë, të falenderoj shumë për punën që po bën një radhë parë, sepse unë realisht besoj që roli i medias në një demokraci është thelbësor. Realisht mendoj që të zgjedhësh, të vazhdosh të bësh punën me ndeshmëri, pa u thyer dhe pa patur asnjë interes aq më tepër, dhe të rrezikosh vendin e punës të afërmëve, qetësinë e të afërmëve, se unë di që kërcënimet janë të shumëllojshme. Shkojmë për ditë. Këta kanë marrë telefon, më kujtohet kur bëm një takim në Korçë, nëse s'gaboj, kemi parë më tha ai që organizonte takimin, Andari, Partisë Mundësia, që ishte aty që kishte marrë përsipër organizimin e takimit, më tregonte me gisht, kishte përfaqësues të pushtetit lokal që rinin aty te hyrja dhe shikonin në sy personat që futeshin në sallë. Sepse janë vende të vogla. Janë vende ku jetojnë kanë një vend pune, dhe nëse nuk e kanë ata, kanë prindrit, kanë fëmijët, kanë të afërmit të tyre. Ky është realiteti shqiptar. Dhe nuk mund t'i gjykosh, në kuptimin që jo të gjithë janë të gatshëm. Nuk do thosh heronj, sepse heronj është fjalë e madhe. Por ata që si puna jote e bëjnë një gjë të tillë dhe nuk kthyen, duhen falenderuar sepse janë një aset shumë i madh për këtë vend. Faleminderit dhe ju që na jepni edhe mundësinë në podcast, kënaqësi dhe
faleminderit gjithashtu edhe për denoncimet. Më shumë komplimente si parti nuk ju bëj se do thon pastaj Ola që ka me mundësi. Dhe më bie pavarësia. Nëse këtu kur të duash, si të duash, nëse ke ndonjë gjë për të thënë që nuk e thua dot në vende tjera, ne jemi shumë të lumtur që të vëmë dispozicion këtë hapësirë. Shumë faleminderit.